I kërkoj këtu para jush Fondit Monetar Ndërkombëtar të mos pranoj të bëhet dishmitar i rrem. Fondi Monetar Ndërkombëtar është një institucion shumë i respektuar, por ka një histori të hidhur me Shqipërinë. Në arkivat e tij ajo histori është, po doj unë e rikujtoj, e kam dhe unë e kam dhe ata. Kjo që bën kësaj herë është një ofendim i madh për shqiptarët. I kujtoj fondit se ka shkruar në shtator një raport për Shqipërinë. I kërkoj ekipit fondit të lexojë raportin e tij dhe të mos besoj mashtrimet për interesa utilitariste të Edi Ramës. Se kjo do të jetë një prishje përfundimtare e marrëdhënieve të shqiptarëve me fondin. Unë i kujtoj fondit një gjë, se me dëshmi të rrema asgjë s'mund të arrihet në kurriz këtij populli. Po të doj, të vitulet, një për një, me përfaqësues të opozicës. Dhe t'i faktojmë se raporti i tij shtatorit ka qenë shumë i drejtë. Dhe se devimet e mrapa janë të papranueshme dhe janë ofenduese për shqiptarët. Ka një borxh të fiksuar në raportin e shtatorit. Gjithçka kanë online. Edi Rama e poshtroi fondin. Duke thënë se s'të besoj ty, po besoj Deloitte & Touche. Nuk ka audit më të mirë në botë se fondi. Dhe ka kompetencën më të madhe se çdo institucion tjetër. Dhe ndaj dhe në çdo rast e marrin atë. Kurse në Shqipëri pranoj auditin asaj që s'mund ta pranonte kurrë. Të një kompanie të kapur në 400 anë me interesa. Për të ngjitur një realitet shqiptar që s'ekziston kurrë vetëm në vendin e një çmuri që quhet Edi Rama. Një analfabeti absolut në ekonomi. Njeriu që s'jef ABC-n e ekonomisë. Dhe që shifrin këshillet e ministrave, ka ndonjë këshilltar ekonomist? Jo, e dini pse? Sepse thot këtu në Shqipëri s'ka ekonomist përveç meje. Më vjen keq që unë flas kështu para jush, se mbledhja, por nuk mund të mos shprehun revoltën time të thellë shpirtërore me këtë që kërkohet të bëhet shqiptarëve me këtë paketë fiskale. Të bësh një lëvizje të tillë është të bësh gjithçka për ta futur recesion në Shqipërinë.